Dashi. Kjo është dita e duhur për të rikthyer në lojë. Hëna do të hyjë në shenjën tuaj këtë fundjavë, duke sjellë një sërish si në dashuri, edhe në punë. Demi. Gjatë kësaj të premteje do të keni dëshirë për gjëra të reja, një punë të re, një lidhje të re, pse jo edhe një shtëpi të re. Fundjava do të sjellë ndryshime. Qielli është mjaft i favorshëm, veç bëni kujdes të mos i shpërdoroni mundësitë që do ju ofrohen. Binjakët. Kjo ditë për ju nuk është as pak e favorshme, për shkak të një zënke me një të afërmin tuaj, e cila mund t'ju shkatërrojë komplet të premten. Nëse zënka ndodh me njeriun e zemrës, bëni kujdes pasi mund të humbni të ruan. Bëni mirë që të ballafaqoheni dhe t'i mbyllni debatet brenda fundjavës. Gaforja. Kjo fundjavë do ju gjejë të karikuar me energji. Nëse jeni vetëm, ka ardhur momenti për të gjetur shpirtin tuaj binjak. Sfera profesionale dhe ajo ekonomike do të jenë mjaft të favorshme. Luani. Kjo fundjavë do të jetë e shoqëruar me ndonjë problem të vogël në familje, megjithse nuk duhet të shqetësoheni. Kjo periudhë do të jetë e mbushur me zhvillime të reja premtuese. Virgjëresha. Hëna do të ketë ndikim negativ në shenjën tuaj, ndaj bëni kujdes lidhur me shpenzimet apo çështjet burokratike të mbetura pezull. Megjithatë nuk do të vonoj koha kur do të gjeni qetësinë. Peshorja. Këshillohet që të tregoheni të kujdesshëm në ruajtjen e ekuilibrit në punë dhe në dashuri. Për shkak të problemeve të shumta në sferën ekonomike, rrezikoni që të shkatërroni edhe atë sentimentale, duke u shfryrë ndaj partnerit s. Bëni mirë që të ballafaqoheni sa më parë dhe të sqaroni çdo situatë. Akrepi. Kjo ditë do të jetë e mbushur me emocione. Kushtojani fundjavën vetes tuaj për të rikarikuar, pasi do të keni mundësi për t'ia rinisur nga e para. Shigjetari. Kjo e premte do të jetë mjaft pozitive, pas ditëve të vështira që keni kaluar. Qetësia do të shoqërojë ditët tuaja, ku nëse jeni të lodhur nga stresi i akumuluar është normale, ndaj merrni pak kohë për të reflektuar dhe qëndroni në shoqërinë e njerëzve tuaj të dashur. Bricjapi. Ju pret një ditë e vështirë, sidomos ata që janë ende vetëm ose pa punë. Kjo periudhë është komplekse dhe kush nuk ka fuqi për të ringritur do të mbetet keq. Ka ardhur momenti për të bërë një kthes të bujshme, duke përveshur mëngët për t'ia nisur nga e para. Ujori. Nuk do të mungojnë mundësitë për të lindurit e kësaj shenje. Një transferim për hir të dashurisë apo punën do e ndryshojë për mirë jetën tuaj, shkruan Noa, Al. Veç arsyetoni mirë para se të merrni vendime të rëndësishme. Peshqit. Ju pret një ditë e turbull, ndaj jini sa më të drejtë dhe të sinqert me njerëzit tuaj të zemrës. Hëna në shenjën tuaj do të sjellë risi në dashuri dhe në ekonomi. Kjo fundjavë do të jetë pozitive, ku më në fund do të jeni të lumtur.